Ramat të gjithve, juve në salë, edhe atyne që jam prapa ekraneve. Edhe ju që ka jeni prapa fshisave të rrymës. Nale se po filloj me emisionin. Emision kyqerun traditat, vlera tradicionale, shqiptare, burimore, artistike në Kosovë. Shumë vite folklori në Kosovë nuk humbi. Fala tyne që e majtën gjallë. Këtë këngë e kultivuan, ashtu qysh ishte mas miri edhe qysh i ka hije. Atëherë vazhdoj me musafire tanë për këtë javë. Ata janë Xeni edhe Sinani. Xeni. Kam të që loj fjale. Xeni kështu. Xeni ashtu. Përvejla. Mos ja qëko që. Qysh po ndini? Shumë mirë. Na folni pak si e ruajtët këtë tradit. Po, motër. Si shpëtuat këta pipa? Këta pipa shpëtuan e rujtën traditën pak me mund. Letë s'ka qenë, po i kemi rujtë. Me shumë mund e sakrificë pej këngëtarëve të parë, folkloristave, të i fillu prej të madhej Dervishoqa, Sef Mleqani, Riza Bloca, Sali dhe Feris Krasniqi, mos i përmendi gjithë, këta ishin pipat e parë, pra, si the edhe vetë. E rujtë. Faleminderit. Atëherë i thrasmi edhe grupin që dikur me këngët e tyre, shumë prej babalarve tanë, e kanë ende në endje, tinguj dhe melodi të pashtershme që buron që buroj me vite të tëra, fala atyre që sonte janë musafir. Zonja dhe zotri, para jush, pas nesh, grupi folkloristik, G5 Kete për i salisë të më vjetër. Hajde për hajkort. Faleminderit. Bravo, burra, i një mosiri. Ma mu i herta që shka luta. Kjo shemi ke thirë në i bëtës e Mleqanit, se që ta. Na thoni, si e ruajtë traditën e këngës dhe falës Shqipe. Na? Po. Valoj para luftës e krashtim e kjesë e krashtim dhej. Edhe i shkanë mirë mas luftës e nëzërëm qesën, për marakë. Baca Brahim, e di që keni shumë kujtime me bacën Sale. Baca Brahim që ty është. Faleminderit. Po. E di që keni hangër bashk, keni pi bashk. Kena. Poshtë edhe keni fjetur bashk. Poshtë. Na folni pak për atë historinë e juaj. Faleminderit. Na me Salin, kena najtë shumë, kena flet, kena hongë, kena pi, kena luë PlayStation. Atëre, i takon Salit me full, Sali. Titin, qështë keni kalu për doshma? Qështë keni mojë traditin, ta pipa, këtë roj? Fëllë pak, për i zablosën. Për shkapa vetë. Për pikqefit. Për i zablosën. Po, Ibrahim, për të kalgjej.
Që për tërë mësë më kalëzë. Pa të kalëzaj. Reza Vllaca o kanë shumë këngëtari fort. Por Rizahi gjithmonë është këtë dam që se ka pas edhe i shok me veti minimur Rizahit. Se ka pas. Shumë i fort o kanë Rizahi. A ka qurëna? Rizahi o kanë very, very strong. Shumë i fort o kanë Rizahi. Beli valla për të thamë edhe ato për të thamë të vërtetën. Na me Rizahin shumë kem këtu. Jemi edhe mi shpije me Rizahin. Për tash për folklor. Përveç meje Ferizi që jemi duet. Duet? Ja, duet. Duet. Maj fort që Rizahi, beli valla vesh jam kurse një gjënë. Po e që me bota është për dalin breza të ri. Për dalin. Që është dzeni e sinoni. Se beli valla përveç këtyne dyve vesh jam së një gjënë, ma kënë tjetër se janë shumë të fort. Se s'pi qela, të kam qela? Vesh. Ja, mirë janë vesh, po ma të fort se dzeni e sinoni, beli valla më së mënuet kush. Sali, për të vete edhe të shka. Parna. Shka të më manja për tunën? Për shka pa vetë? Për tunën. Tuna. Okej, absolut. Tuna. Shkena, bina, tuna. E, ku për të me dorë me ko? Te bubi. E, pëse të bubi? Valaj, thash, ti qes pak bubi që i shumë tu bubi. A, nosh. E, Sali, për gjentën, shka të më manja? Për kënë? Gjentën. A, po, për të kalëzaj. Kjo vajzë, ka një zonë vokali shumë të pastër. E ka për pastrua? Po e genta, a shumë e mirë. Ashtë. A din, qatë shumë din të luan me nota. Edhe basketball. Po, ka jherë të qmendu me zanin e saj si të bilbilit. Si që harabel? Ka intonacion gjajshu me Madonën dhe Shakiren. Që? Po dalët pak pe Lady Gagas. Po, plus qka ka kja qik? Kja qik mundet me bo dhe shpagën si Vandami. Si që t'lija? Si Vandami. Si që t'lija? Vandami, bre? Si që t'lija? Që më shumë ndrë për Gjetlin. Hajde, bre. Hajde, falenderit. E, do me dalë se gjenta, beli valla s'ka pas ma fort. S'ka pas. E, Veta. Ju lutem Gjen, faleminderit. Ju lutem Gjen, a ka mundësi një këngë me shoqrinë e juaj? Këngë të traditave tona që t'na kujton pak trashëgimin. E papalarve edhe të stërgjyshve tanë. Po pa tjetër, dy me kënu një kongë me kolegën Sinonin. Ashtë e mirë. Pro folklori jonë ka shumë kongë mira, po kemi zjedh një arshikisht e Salije Feres Krasniqit. Bakshishe? Sa të mujna me adha hakin, ta s'do të them që dy me kënu na. Urban, faleminderit.